Qeveria shqiptare ka përcaktuar zyrtarisht zonat ku do të lejohet kultivimi i kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale, duke vendosur Malsinë e Madhe si një nga pikat kryesore në veri të vendit. Kjo lëvizje vjen në një kohë kur fermerët vendas po përballen me sfida në tregjet e mbingarkuara ndërkombëtare të bimëve medicinale. Agronomi Kujtim Rukaj e konsideron këtë nismë si një mundësi të re për zhvillim dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Si agronom, si banor i kësaj zone, kemi dhe vite goxha e njohim territorin, njohim dhe kulturat që ka pas interes zona, që kanë kryesorët bimë medicinale që janë edhe aktuale, megjithëse ka pak interesi. Ndërsa lajmi që kemi dëgjuar pamarësisht edhe ne si institucion nuk kemi informacion, është lajmi i mirë sepse krijohet një mundësi punësimit, një mundësi për të ardhurna, ndoshta edhe një mundësi rikthimit nëse gjithmonë interesin kanë me tregu ata që do të marrin licenca që do kultivojnë, po gjithsesi kujdo që të jepet mundësia të paktën punson dikën. Mbështetës i kësaj iniciative është edhe Ramadan Mema, një specialist i njohur në fushën e bujqësisë, i cili shprehet i gatshëm të angazhohet në këtë proces dhe të vendosë tokat e tij në shërbim të kësaj industrie. Miratimi i kultivimit kanabis mjekësor në Malsinë e Madhe për mua është një dritare e hapur, shtesë për punësimin e njerëzve, për rritjen e të ardhmëve, edhe për rikthimin mundësisht dhe të atyre që kanë emigruar jashtë. Hapja e kultivimit të kanabis mjekësor do t'i hap rrugë edhe certifikimit të tokave, parcelimit, se nuk mundet që një firmë, qoftë private, qoftë edhe huaj, po nuk pat certifikatin e pronësisë, ai nuk mund të bëjë investim tokë të pa certifikuar. Kështu që mandomene që edhe shteti do të jetë interesuar, edhe fermerët do të pajisin me certifikatin e pronësisë, në mënyrë që tokat i japin në qira dhe të kultivojnë. Ju do të jepni tokat tuaja me qira? Normalisht që po. Gryemira në Malsinë e Madhe, me 11 nga 17 zonat e miratuara, do të kthehet në qendrën kryesore të kësaj nisme në veri të Shqipërisë, ndërsa në Shkodër janë 5 zona të përcaktuara për mbjelljen e kanabisit në fshatrat Boks, Dragoç, Kullaj, Grudere, Guci e Re dhe Hoti i Ri.